Radha është tani për mysafirët në studio, të ftuar janë Arber Vokri, ish zëvendës ministër i pushtetit lokal. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Vokri. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Falenderoj për prezencën, po ashtu me ne është edhe Nexhbedin Spahiu, profesor i shkencave politike. Mirëmbrëma, mirë se vjen Spahiu. Mirë se gjete, kushtim. Do të nisi natyrisht me zotin Vokri, para se të flasim për dështimin për të votuar qeveria Kurti, dua ta qartësojmë fillimisht. A jeni akoma pjesë e vetëvendosjes apo jo, nga që muaj më parë zoti Kurti pikërisht kishte shkarkuar nga ky post i zëvendës ministrit? Po jam disa muaj prej atij shkarkimi, kështu që histori e kaluar, ma hitëm pak. Po mund të jetë pyetje legjitime dhe jam ballafaqur me këtë pyetje gjatë gjithë kësaj kohe. Për me largu çfarë do dileme, faleminderit që më bën këtë pyetje dhe t'ju përgjigjem të gjithëve se unë kam qenë në mbetëm antar, madje kam dëshirë ta quaj veten në matutje aktivist i lëvizjes vetëvendosje, pavarësisht se e konsideroj që shkarkimi nga detyra ka qenë një reagim i tepërt, jo proporcional, në një pjesë të kryesisë së lëvizjes, lëvizjes vetëvendosje, që është realizuar mandej natyrisht prej pozitës së kryeministrit. Kryesia ka vendosur i zoti Kurti. Po shikoni, për vendimet të rëndësishme, dhe nuk po them se ka qenë vendimi më i rëndësishëm, por nuk ka ndodhur shpesh shkarkime, madje nuk ka ndodhur ndonjë shkarkim i dikujt nga ndonjë antar nga lëvizja vetëvendosje që ka qenë pjesë e kabinetit qeveritar, ka ndodhur vetëm në raport me mua. Kështu që nuk ka qenë kështu diçka krejt triviale, dhe pa një diskutim brenda kryesisë, vendimet të tilla nuk mirën. Unë po them prap, dhe kjo tash nuk është veç qëndrimi imi subjektiv, por këtë më kanë thënë edhe antarët kryesisë, që ka qenë një reagim i tepruar dhe mbas edhe gabim, sipas tyre mbas e gabim, unë jam i sigurt që ka qenë i gabuar, dhe ka qenë një kombinim i rrethonave të them ashtu fatkeqe, që në ato momente është dukur asaj pjesët kryesisë lëvizjes që dëm më i vogël është shkarkimi im se sa vazhdohet pa ndonjë ndryshim. Mirë, kthehemi aktualitetet. Njeriu që ju shkarkoi nga ky post nuk arriti të bëhet kryeministër në dimin e parë, pra të dielën. Nuk i mori votat e mjaftueshme, ndonse edhe zoti Kurti, edhe zyrtarët të tjerë të vendosjes thonin që nuk i kanë votat për ta konstituar kuvendin, por i kanë për qeverinë e ri. Por nuk doli ashtu zoti Vokri. Nuk do ta kisha koncentru kështu fajsin, as pak të lëvizja vetëvendosje, as ma pak të kryeministri Kurti, duke pas parasysh që gjatë gjithë kësaj periudhe, pra prej certifikimit të rezultatet të zgjedhjeve në muajin shkurt, deri më tani, lëvizja dhe kryeministri në detyrë kanë ndëshmuar një frym konstruktive dhe... Por i keni votat për qeverinë, si keni pasur pra? A jeni sigur që si kemi pasur? A u votut? A u bë kryeministër Albin Kurti apo nuk e di? Jemi të fol për një periudhë sa muajshe, do të dikon rreth 8 muaj, 7 muaj më shumë, dhe nuk ka kuptim tash më koncentru veç në ditën e fundit. Kanë qenë numrat, e keni parë. Janë avolluar. Mund ta quajmë me çfarëdo termi, por numrat kanë qenë, ju kujtohet që ka pas sinjale, që ka pa edhe publiku edhe jo mediat, prej deputetëve të opozitës që kanë tregu herë më troq, herë më në mënyrë më të zhdrejtë, se janë të gatshëm që të japin kontributin e tyre mos të mbetet i bllokuar vendi institucionet e shtetit, dhe dini edhe situatën tjetër kur pas 6 tentimeve me votë të hapur, është jep propozimin nga lëvizja që kalohet në votim të fshehur, që po ashtu është legjitim dhe nuk është jashtë kushtetutës. Dhe kanë hezituar partitë opozitare, pikërisht për këtë arsye se e kanë ditë që numrat janë për qeverinë. Ndërkohë gjërat ndrojnë, u pa që si keni pasur numrat? Që disa deputet ose janë friksuar, ose kanë ndru mendjen dhe nuk u bën numrat, e kjo është prapë po them rrethon fatkeqe. Spahiu. Të pjesë e ke thënë për Arber Vokrin? Jo, do të me thënë diçka që është se di, e këmë thonë apo jo, por
vetëvendosja ka bot njëjtin gabim që ka bot PDK me Ramiz Ladrovcin, kur e ka humbur një komunë duke eliminuar kryetarin më të suksesshëm dhe aktivistin më të devotshëm vetë, vetëvendosja ka bot njëjtën gjë. Njeriu që ka dhënë kontributin më të madh për veriun e Kosovës, aty ku është atuja kryesore, mos më thonë vetëm e vetëvendosjes, dhe njeriu që në Prishtinë ka qenë më i votuari si asamblejist, le që nuk e ka qenë as deputet, po as asamblejist, dhe për partisë që ka qenë partia e parë në Prishtinë, ka dalë partia e tretë në Prishtinë. Kjo është kur e dhanë sapatën në kom të shnosh. Ndaj që elektorati kësaj radhe, më mirë se asnjëherë tjetër i ka dhënë një leksion të mirë edhe PDK-s, edhe vetëvendosjes, tash të shohim besoj ndoshta thash PDK-s të vetëvendosjes, apo? Se më së ngatrova. Të shohim edhe LDK-s në të ardhmen lidhur me qëndrimin e kryetarit të saj, i cili shkon protesta në Tiranë përkundër saj që partia e vet, partia e cila e ka kandidue, e ka votuar gjykatën speciale, e shkon me protestu kundër gjykatës speciale, që partia e tina ka qenë iniciator edhe votuesi i po asaj gjykate. Për të kthyer te pyetja, Spahio, për dështimin e zotit Kurti, për të votuar qeveria Kurti 3, thonin që i kanë numrat për qeverin, për si kanë për të Kosovë. Jo, ajo mor vesh për momentit që nuk e kanë bërë limajn kryetar parlamentit që numrat nuk janë. Dhe tash të kur lunë me egot e tjerve, në më thonë, nuk e vetëm të ego, nuk ka ego vetëm Albin Kurti, ka ego edhe Fatmir Limaj, ka ego edhe tjerët, dhe kështu që kjo nuk o të regu, po më dojë të shëpa propozimi i listës se ministrave, ku e në propozu ministra për shumë që se kanë asë një ditë aktivizm në levizën vetëvendosje, dhe propozohet të drejtë e ministrë, në nënë tjetër e thotë jësë mund është më bo kryetar parlamentit se ki veç 3 deputet, kurse këta që i kanë 6 deputet lista Guxej kanë pas 2 ministra, ti s'mund është me pas ma shumë, ose ti s'mund është me konë kryetar parlamenti, këtë jenë ra, dhe më thonë këto arsytime. Këto arsytime kanë qenë arsytime koti, edhe tash zgjedhjet na tregojnë se kush ka pas drejt. Nëse... Si e patë paraqitjen sot të zotit Kurti, konferencë për media akuzat që i bëri ndaj LDK-s në veçanti dhe partive të tjera? Po është detyrë tina me shoh LDK-n, PDK-n, aleancën, për çka është asaj, ajo me te politike me ta, që kemi me fol aty. Si që është edhe detyrë e këtyre partive me po më dojmë ju kundërvina Kurtit. Kjo nuk ka ndonjë sen tre. Problemi është çka janë faktet, çka janë rezultatet. Në fund, rezultatet do të më matë jo me fjalë, jo me kush sa i thonë, kush konën e shoh. Po, me thonë, filan qeveria i ka marru qikaq kilometra autostradë. Filan qeveria i ka bo qikaq kilometra. Qika për shamun një sen që është i matë shumë. Aty të regohet suksesi. Kjo qika qeveri, për shamull, s'ka bo kurgjë për veriun, kjo qeveri ka bo, do më thonë, e ka marrë veriun në kontrol, që është një rezultat, po ndoj. Po tash na do të me a thonë edhe të bardhës, dzezës, dzezë. Do të me vlerësue në pika reale, e jo kush qka kujnë e i thotë. Qëfar të regonë, për zotin Kurti, mos gatishmëri për kompromis, apo qëfar? Shiko, a i banë politik, tash, a banë politik të drejt, apo të gabuar, e të regojnë në fund të rezultatet. Në rast... S'ka qeveri Kurti 3. A është kjo Po rezultati? tash, për shamu, nëse del që... Shiko, nëse del në zgjedhjet arshme, nëse në zgjedhjet arshme i fiton më shumë deputet se shka posë në këto zgjedhjet, del që e politika e tina ka qenë e menqur. Nëse del që e fiton qofta një deputet ma pak se sa në këto zgjedhje,
del që këtë që ka bo u konë budallak. U konë një politike budallme. Kjo është shumë thjesht. Nëse fiton 49 deputet të sipër, del që ai me gjithat ka ditë me bo politikë. Nëse fiton 47 e poshtë, do më thonë zde me bo politikë. Dua të lexoj një deklaratë zotit Kurti që e ka bërë sot. S'pa ju. Para çdo marrëveshje që shtrembëron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është arsyeja pse vendi nuk ka rrugë apo mënyrë tjetër përveç se zgjedhjeve të reja nuk ka qenë kjo preferenca e jonë. Çfarë do të shtrembrohej vullneti i qytetarëve në këtë rast, po të kishte ndonjë marrëveshje me nismen, me LTK? Jo, nuk do shtrembrohej fare, po mendoj po tash ai diçka do të më thonë. Do të më arsyetu dyqysh vetveten, edhe fakti që po mendoj ka dështuar me bo qeverinë, nuk flet mirë për to. Nuk është një do më thonë thjesht njëherë për njëherë. Mirë po, rezultati i zgjedhjeve tashmë, edhe mundet me jap drejt, ose mundet mos me jap drejt. Tash mbetet më vlerësu. Nuk mujmë, për këti momenti, na veç mujmë me thonë hamendësimet tona, ose vlerësimet tona, por rezultati real, për shembull, çka është rezultati real? Rezultati real është që mos kandidimi orë për Vokrët për shembull Prishtinë, ka bo për partisë parë me dal partia tretë. Që kjo të tregon që u konë një politike gabume. Këtu s'ka, absolutisht nuk ka pse po mendoj çka e arsyeton. Asë një 100 arsyetime, 100 avokat, le të merr edhe Sokratin, le të ngjall pe vorrit, me bo apologji, nuk mundet me arsyetu për këto. Po, para se me kalu të ajo pjesë, më falë lutem se nuk, po ndina pak siklet, është me të vërtet privilegj me pasi vlerësimi prej dikujt kalibrit profesor Nezmedinit, dhe shpresoj që bile deri diku mundem që me thonë mja dalë që me validu, me jep kuptim asaj që e thot për mu juvesh në këtë emision, por do të me shtu dhe diçka, ndashta me korrigju diçka, paralelja me zotin Ladrovci, kuptoj arsyen pse bo taj krasim, por dallimi thelpsor është se zotin Ladrovci ka dalë ka shi partisë ti, do të ka qenë konkurrencë ose në rivalitet me partinë e tij. Unë jam mundu që me jap kontributin tem edhe në këto zgjedhje lokale, natyrisht ka qenë një sikur më herët, për shkak se rrethanat kanë qenë më ndryshe dhe mundësia jeme ka qenë më ndryshe, do të thotë serioziteti me cilën jam paraqitur njerëzit nuk është përçu njëjtë sikur kur kam qenë me një detyrë zyrtare. Dhe sa ka qenë kjo arsyeja që mandej me dalë me këtë rezultat lëvizja në Prishtinë, që natyrisht nuk është i kënaqshëm, po flasim për kuvenin komunal në radhë parë. Tash aty nuk mundë me qenë krejt i sigurt, do të sa mund me qenë arsye pozicionimi ose vlerësimi prej partisë. Ndërsa tek pjesa pyetjes për Edhe zotë Spahiu e tha kështu. Dështimi zotit Kurti. Për zotësinë e zotit Kurti për me po qeveri, mendoj që fajin kryesore ka prap kjo pjesa tjetër e klasës politike, për shkak se zoti Kurti e dëshmoj për gjithë këta muaj se është interesuar për bashkëpunim. Nuk është hera e parë që ka ofruar ose kërku koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A ka pas seriozisht? Mendoj që ka pas tepër seriozisht, aq sa nuk do ta aprovonte me gjas elektorati i gjerë i vetëvendosjes ofertën cilën kryeministri Kurti ja ka bë Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cilën ajo e refuzoi. Ka qenë ofertë me të vërtet shumë bujare. Çfarë oferte i ka dhënë? Asnjë ofertë. Nuk do të kisha folur. Des për ta kem po. Jo. Çfarë oferte? Ka qenë ofertë shumë konkrete dhe jashtëzakonisht bujare. Do thotë i ka ofruar me deleguar shumë pushtet saqë kërku nuk përputhet me numrat e LDK-s, jo këta pas ata më herët që i ka pas. Dhe besoj që një ditë, ajo ditë me siguri sa shumë larg, do të bëhet publike oferta që i është bërë LDK-s. Mendoj që është shumë jo serioze, pa sinqertë dhe pa ndershme përgjigje që Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka jap edhe kësaj radhe vetëvendosjes përkatësisht
kryetarit saj edhe kryeministrit Detyr Kurti. Por, nismën socialdemokrate me Fatmir Limaj kështë shprehur gatishmëri, por as me nismën nuk arritet të merren e vesh. Nuk kisha thonë që ne nuk arritim të marrë vesh, po ata nuk deshte të marrë vesh. Po më falë, po nuk ka kuptim nëse i ka 2 ose 3 deputet dhe me kërku gjysmën e qeverisë, ose ku djene një tretin e qeverisë. Në atër flasim, pra në qasi, nëse ishtë bo një pranim, i një kërkesë e tillë që është deformimi i vullnetit popullor dhe që aty mundet më kuptu fjalia Albinit që ka dosht me thonë. Do të me pas një farë logjike pse njerëzit votojnë për një parti, edhe në proporcion me votë, do të me pas edhe pushtetin. Vogri po thotë që për Limaj nuk do të ishte drejt, që t'ja mundëson të bëjë kryeparlamentar. Nuk ka drejt politik, drejtësia bëhet në institucionin drejtësisë, në politik bëhet politik. Tash, unë e thash, rezultati i zgjedhjeve të ardhshme. Jo, me zotin Limaj. Me nisme që s'ka rritë marrëveshje. A gaboj as gaboj? Vendosje. Unë mendoj që ka gabu, tash rezultati i zgjedhjeve, nëse në zgjedhjet të ardhshme deri fiton 50% e bën qeverinë vetëm, atëherë do të më zgjat dorën Albin Kurti me thonë bravo që se bona Fatmir Limaj këto parlamenti, shumë mira, që që politikanizuti. Po nëse aja rrinë me marë ma pak deputet, nëse për shembull bëhet kryeministër çifti i Lumirit, i cili thot që mundet marrë një president edhe me thonë enough is enough, veriu më nuk është Kosovë, që është një tradhtim ndaj dheut, atëherë domethënë mund me vlerësu Albin Kurtin si një katastrofë politikan. Sepse edhe atë sukses që ka arrit, del dikush edhe ja bën zero edhe atë punën, domethënë nuk i betet, nuk mund është ti më shkru në historie, në histori po më doj mbetesh atëherë kur e bën një veprim i cili metet. Për shembull, Sinan Pasha, arkitekt Sinoni, ka bërë gjithë ato vepra monumentale, arkitekturore, që edhe mas 500 vjetë që ndrojnë janë bukuri e planetit, sepse kanë qëndru kohës, sepse si ka rëgju as një tërmet, sepse u konë arkitekt i Zotit. Edhe një politikan, në më thonë, vlera ti, në historikisht vlerësot me ato, projekti ti sa është i qëndrushëm. Edhe ato që ka bo Albin Kurti, për shumë për veriun e Kosovës, që është një vepër madhore, nëse ai arrin me rujt atë sukses, ka më përmen histori. Po nëse ai, do më thonë, si rezultat i lojrave tina politike, e hup pushtetin tani, edhe vjen një parti e cila shkon e ja kthen veriun në Serbis, atëherë, që ka bo Albin Kurti? Kur gjithët ka bo hajgare. Do më thonë, rezultatet tina barazohet me zero. A do të me bo ashtu që edhe kur... Cila partiti ta këthen të Serbisët e Spajo? Veriun? Veriun? Shiko, kjo logjik, do më thonë, logjik... Po është filozofia politike, për shembull, filozofia politike që marrja ardhe në pushtet e kryetarëve të komunave listës sërbe e këthen rezultatin në pikën zero, është politikë disfatiste, është dërzuse. Ajo që thëtë që veriu nuk është më Kosovë, që i shkon menje me thonë nuk është më Kosovë, që mundet me ndodhë, dhe me thonë, është kjo thjesht dërzim, kjo është shaj, kjo është koketim me Vučićin, me thonë, hajde, një më mu të fitojnë në Kosovë, se nëse une fitojnë në Kosovë, ta këthej veriun. Zyrtarët e listës serbe janë këthyrë. Edhe ai thot për shembull thot anonën tjetër thot nuk e njoh ato si miqë, nuk e njoh ata deputetë e listës serbe. Shmë mundesh me pas fytyrë mos me njoh deputetë e parlamentit që jemi ata që 5 vjet. Qoftë nëse ki marrëdhënie miqësore me ta, qoftë nëse ki marrëdhënie armiqësore me ta. Bilëm nëse ki marrëdhënie armiqësore, dush me njoft akoma më mirë se sa edhe nëse ki marrëdhënie miqësore. Këto janë bëllë që po mdoj me brirë, këto nuk garantojnë që nesër pas nesër një njeri tillë me marë pushtetin, më po kryeministër, nuk e dërzon veriun. Pse po e do Zoti Kurti ka që shumë lëdëkën? Uno? Pse po e do
zoti Kurti, ka shumë LDK për ta pasur në qeveri? Po donë, sepse pi duhen numrat, se nuk e donë e kërkan, se ne po mdej, pi duhen me formu qeverin, edhe po më ndonë që me LDK-n jetë ma marë. Dhe më në është perceptimi i ti. Ka pasur një përvoj, 51 dit. Po mirë, dhe ka pas një përvoj, pas asoj përvoja, i tani ka fitu 50% edhe ja kalon amel. E kështu po donë sërish, a? E i bje kështu? Po i bjen qështu, i bjen, naturisht i bjen. Vokre, a i bjen kështu? Me folë për një këndvështrimi pragmatik, ishtë dash me thonë që po, pëse jo, po nuk mendoj që është bashkë që ashtu. Unë mendoj që krejt partit që kanë qeveris para vetëvendosjes shtetin e Kosovës, madje edhe në fazën para se më shpallë pavarësia, i kanë përgjegjësit për gabimet e rënda që i kanë bo, deri në formatimin e gjëmt të shtetit Kosovës, pra ku... Edhe tashme opozita ju kozën edhe juve, për këtë gjendje që keni sjellë ju qeverisja e vetëvendosjes. Jo, më po thon për diçka shumë ma tronë. Raport me aleatët. Edhe shumë ma afatgjate, për shembull tek vetë konstrukti juridiko-politik i Kosovës, që edhe sot e kësaj dite kemi probleme me njohje ndërkombëtare për shkak të kërkesës që deri dikon është eskalitur në kushtetut për me bëni një entitet serb brenda Kosovës. Dhe kjo është, nësë është gjënohë ma i madhë, nuk është i vetëm i klasës politike që ka qeverisë Kosovën deri kur ka orë lëviza vetëvendosje në pushtet. Edhe tash prap nuk dojmë i generalizu me thonë që krejt kanë njëjtë përgjegjësi. Na mendojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës është tregu deri diku ma e papërlyme dhe pritshmëria jo veç e jona, po edhe popullit, në raport me partitë caktuar politike ka qenë ndryshme. Se përjashtuse ndaj PDK-s e AK-s? Po, për këta mundet me përgjigjen është ma mirë nëse pëtni vetë kryeministrin e detyrë. Në gjykimin tem, dhe tash kjo është ma shumë gjykimi jem personal, jo një qëndrim zyrtar kështu partijak, për dy parti që janë derivat i kryengritjes armatosën dhe vështirësisë ligjore të Kosovës, pritshmëria ka qenë që ato ishtë dashur me shkëlqy në qeverisje shtet formuse, politika shtet formuse, jo vetë qeverisje, dhe me qenë pa kompromis për interesat kombëtare. Dhe ata thonë që pikërisht në qeverisin e PDK-s, shpallë pavarësia e Kosovës. Dhe thonë që proporcionalisht kanë qenë pritshmërit pak ma ndryshe për një parti si LDK që ka qenë pacifiste dhe nuk është fshu, me thonë ashtu, për organizim të kryengritjes, ndonë se ka marrë pjesë e ka kontribut në vetë pamohshëm. Kjo mund me qenë tash hatri maj madhë mbetet të ata që e kanë dhejz luftën dhe dim qëfar sakrifica janë bon Kosovë, qëfar dami janë shkaktu për atë luftë, në fond me ardhë prapë në një situatë ku në nëllësin e këtyne partive me u rreziku që me mbet ose me këthim brapa aty ku kemi qenë në vitet e 90-ta. A ka shpresë akoma për qeverin Kurtit në fakt pashkuar në zgjedhje me afatin dhe editor, mbetet tani çështjet e presidentja, diskrecion të presidentes? Jo, më duket që është mëse qartë që nuk ka ndonjë pritshmëri për mu formu qeveria tani, pa pas zgjedhjet parakoshme, që unë mendoj se ka qenë krejt e panevojshme më rriderin këtë pikë, është mirë me usqaru opozita, pse preferojnë ma shumë me bashkëpunu me eksponent Beogradit që hapta si luftojnë shtetin e Kosovës. Kush ka bashkëpunu? Ndaj një bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje. Po të gjitha këto parti... Po donin të bashkëpunonin, mund të bënin qeverin, po ata nuk po bashkëpunojnë. Ja, ata preferojnë me bashkëpunu me Radoj Qiqin, do në thot njërës të asoj sorte, para partisë më të votume prej elektoratit shqiptar në Kosovë. Dhe mu nuk më kishëm befasu që shkojnë në ekstremin tjetër, ta trajtojnë verion që e kanë trajtu dhe ma herët, pra jo si pjesë të Kosovës, mu së më kujtojtë që kanë bëndë një aktivitet ose ndë një vizit
në veri, se mos thonë diçka tjetër më shumë, liderët e këtyne partive. Prandaj, vetë ju mund të mështru edhe pyetja, partit tilla, a i duan këtij veni dhe a i rrezikojnë perspektivën e Republikës Kosovës. Spaiu, a është diçka e përfunduar sa i përket mundësisë që të ketë Kurti 3 pa shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, apo jo? Se di unë në diskrecionin e presidentes, është me jep edhe njëherë mundësinë me bo qeverinë, ose mundet edhe me adhonë Kushte dëshmon që i ka numrat, po. Kushte dëshmon që i ka numrat, por ka mundësi, dhe më thënë se binden që opozita ka mundësi me bo qeveri në rast se nuk do të ishte zgjedhja e presidentit. E cila, dhe më thonë një qeveri të tillë nuk ishte me zgjatë më shumë se 2-3 muaj. Ata thjesht mujnë me bo qeverin 52 deputet kanë, plus lista sërbska i ka 9, bëjnë 6 Asë opozita nuk do bashkëpunim me listën serbe, koalicion. Leti ato që nuk kanë dosht mu blamirat, nuk kanë dosht mu me tregu letrat para se me ndodhë kjo, po nëse në zgjedhjet e ardhshme për shembull, ndodhë një sen e tillë, ata kanë bo me lista sërbe dhe është këtë normale. Kështu që ato mundet me nëzohë Albin Kurtin në befasi edhe mu kry kjo punët. Për shumë nëse i bojnë numrat për me zgjedhë dhe presidentin edhe me shku në të tje. Kështu që se kanë fare gajle ato që me bo koalicion me lista sërbën. Ma do të bënin tani. Po mendoj, si kur mës ishte afatit e për i shkurt i këti mandatit qeverisës. Edhe nuk është sigur të që nuk e bojnë edhe për këtë qoftë edhe për një mandat ka shpuar. Sidomos nëse ka ndaj plan me kopë me shtinë Borg Albin Kurtin edhe me thonë tani mos anenaj me shkatruve të vendosë. Ka plan, apo nëse kanë do një plan? Nëse kanë, që edhe mundën me bo, sepse në momentin që hjekun për pushteti, pastaj letë është ndryshe ka pas zërë, po mdoj, kur s'ka qenë pushtet, s'kanë pas ku me janë gjitë, po mdoj hade për i shërendit e qëtësis publike, kanë shtitë 38 Borg, u dalë për burgu, prap, a i ka bo të lashë, po mdoj këto partit në pushtet. Po tash, për shambull, s'ka lidhja ako baza, s'ka baza, sen kur ti ki ndorë prokurorët e kapun, kur ki një gjyësit kapun, shko në rast njerën 10-15 vjetë në burg, aty edhe e shkatron partin. Nëse mjafton vetëm e hjek për pushtetje. Unë nuk e di kush do të mund të organizon të protestat, për shembull në vetëvendosin në rast se do të ndodhte për shembull nëse mos ishte edhe Albert Vogri, ja? Po se di unë po hallin e profesorit, po vetëvendosin. As pari shpresoj që nuk do të ketë nevojë edhe nuk pres që do të ketë nevojë, se po ndër pres profesor, po nëse ndonjëherë e lyp situata, e lyp vendi, nuk do të ketë mungesë të organizimit edhe po jo, tash më s'po du me t'ingu sikur po paralajmërojmë diçka të tillë, veç deshta kështu me korrigju qatë pjesën se nuk është Albin Kurti që i organizon demonstratat, ai mundet, që më thonë, me jep sinjal, sikur më herët, po jo me kry punën në teren, për ata e kemi kry gjithmonë ne tjetët. Jo, pa i pi burgut s'punët me organizu, do dikush, për shumë atëherë ka organizu Dardan Molliqa, i ka organizu ju keni po që po mdej kur shtishin ato në burg, dhe më thonë prapë kishtë aktivistëve të ndose që shpërdhetshin edhe që se lëshën rahat për shtetin. Mundet mos me do ke hishme me kështu me insistu prapë për qatë përgjigje, po nuk është që s'ka kapacitet organizativ. Lëvizja edhe tash, nëse po thëmë, do t'ishtë në një rrethon e tillë ku janë shterë krejt mundësi tjera për me kërku drejtësi. Spaiu dhe Vogri, duhet të diskutojmë kabinetin e propozuar nga zoti Kurti. Emrat që i pam atë, Dimal Bashi nga kryetari kuvendit në ministër të infrastrukturës dhe disa emrat e tjerë. Spaiu, si e patë këtë përbërje që të tentoj zoti Kurti që të... Po jo, kjo është vesh një farë lloj, mendoj, a e ka ditë që nuk i votohet kabineti, do ka qenë, e ka pas qartë, thjesht i ka propozu disa emrat të cilët me i tregu për zgjedhje thashme ku është orientimi i tij. Dhe mund të janë preferuarit e tij për
për zgjedhjet e tashme. Kjo Dim Albashën ka propozuar që ky elishon vendin e Albulenës edhe bëhet ministri i infrastrukturës, po këtu ka edhe tash për shembull edhe s'ka pas kuptim fare për shembull në Nadra Shiqen. Nxeu zot në kryetari i kuvendit. Po, në kryetari i kuvendit, s'ka qysh me kon ministër, po mendoj aty edhe nëse ky ja lëshon vendin dikuj tjetër, nuk ka garancion që ai tjetri nuk ka lënë lista sërbska qysh ka ndodhë në mandatin e kalum. Këta tjerët janë, domethënë, pak a shumë emrat njohur, disa për shembull janë krejt jo aktivistat të vetëvendosjes, thjesht për shkakun që ka dashur me i përfitu, me i afru disa emra publik, ndoj me afru drejt vetëvendosjes, edhe pse ata nuk kanë Nika Garvalla nga ministre e jashtme është propozuar. Po natyrshme se tash do të më lëshu vendin Glaukut aty, që një kombinim ajo Albulena, po mendoj Donika kanë çu Glaukut, Glauku Albulenës, Albulena Donikës, është thjesht një rrokad, domethënë, dhe kjo këtë natyrshme, vetëm çka është e panatyrshme kjo që janë propozuar 20 ministra, unë në parim di që qeveria me shumë ministri nuk është vetëm si harxhon më shumë parë buxhetit Kosovës, po edhe është nuk tregon efikasitet. Qeveria ma efikase është me sa më pak ministra. Nuk është puna që aty këta kanë shumë punë, cila nuk mund t'ju vinë rreth e tjera. Është thjesht për me nëzon argat, për me dhonë dikujna një emrin si minister e tjera, por edhe këtu, shikone, në këtë përbërje, domethënë 20 ministrave, duhet me qenë edhe numri i komunitetëve duhet t'jetë këtë tjetër, domethënë ka mujtë mërzu dhe edhe nëse do të zgjedh, i kishtë të zuhu gjykata kushtetuese, sepse në kushtetutë shkruar, nëse qeveria i ka 12 ministra, ose nëse ka më shumë se 18, ose sa ministra do të me pas për i se cilit komunitet. Dhe të tash për shembull, ki dy turqt dhe Rasim Demiri nga Komuniteti Bosnjak. Një Bosnjak, do më thonë, në qeveri, një Serb. Në ndërkohë që ke komunitetet të cilat nuk janë të prezentuara në forë në qeveri. Zë Vokri, mos keni pritur, ta shëni emrin e juaj. Pjesë të ekzekutivit, kur ti tre. Po, prap kjo pyetje, që kushtrem, njeriu e ka një periudhë tjetës kur ose formsohet për nga karakteri edhe bindjet, ose nuk kryet korraj proces. Edhe mendoj që e kom rrit deri diku një pjekurit amen, edhe karakterit edhe brenda saj edhe bindjeve politike, kështu që nuk varet angazhimi jem, vullneti për angazhim, prej një pozite politike, e pata ose nuk e pata. Po mendoj në lëvizjen vetëvendosje jam prej themelimit saj, madje edhe prej kohës kur e ka pas një emër tjetër para se të transformohet në lëvizjen vetëvendosje, dhe nuk kam shku aty kur me shpresën se një ditë do të bëhem ministër ose ku diun deputeta diçka, thjesht e kam gjetë veten që përputhem me ato koncepte politike. Si do këta emra të propozuar? Po shumë për tyne i kam shok, disa për tyne nuk i kam taku kur, mendoj që ka një rritje cilësie, jo, do më thonë, jo veç sasis, numrit, dhe tash kjo pyetje që po bëhet shpesh, është premtu që kam e pas veç 12 ministri, ka qenë pra në fillim qeverisja ma herët, edhe tash e më bo 20, 19 apo 20? Kemi pas, nëse më kujtohet, një ligjërat që ka organizu profesori në kolegj ku kemi qenë kolegë shumë vite ma herët, dhe gjithmonë ka ftu mysafir diplomat,
nëse s'ka bëj ka qenë ambasadori Vesterlondës, se nuk di cili. Jo, më duket e Finlandës. Është e Finlandës. Ambasadori e Finlandës, po. Edhe... Që tha, s'kemi pare, thana me pas ma shumë se 7 ministra, edhe për zëvëndës ministra që s'ka heq. Kosova ka budget. Dhe profesorin prezentoj, tha që kemi një pjesëtar të kabinetit qeveritar të Kosovës, ata shu pret keni përgjigje për me, thash, sa ma pak probleme një shtetë, qash ma pak ministri ka nevojë me pasë, sa ma shumë probleme që ti ketë, qash ma shumë ministri. Kemal Bashën, Zoti Vokri, krye parlamentar, propozua për Ministrin e Infrastrukturës. Po... Qëllimi ishte? Për aqë sa e një Dimalin, një kohë shumë a gjatë një Albinin, dhe për aqë sa një raportin me styne, e di që viteve të fundit Albini e ka prej bashkëpunëtorëve ma të besueshëm dhe një farë mënyrë këshilltar Dimalin, kryetarin aktual të parlamentit. Këshilltar, në thonjë Zajzat të Kurti. Ose këshillues, dhe Albini, kryeministri, ka vlerësu se më efikas e më i vlefshëm, më kontribus, mundet me qenë Dimali në ekzekutiv dikon, se sa thjesht në kuvend, qoftë dhe në kryet kuvendit. Edhe zgjedhja e tij ju kujtohet çfarë thana është bërë, do të thotë është dashur me provu me disa varianta, cila po dhezë, cila po shkrep dhe ka shkrep me njëherë me Dimalin. Nuk më duket në farë çudie që me besu pikërisht këtë ministri. A ishte një qëllim që zonë Naxhiu tani ta merrte postën e kryetarës kuvendit? A i bie kështu? I bjen do si ushtruese e detyrës, si në kryetar kuvendit, nuk dija, nuk e një mirë tash atë pjesë ligjit, a do të prapë. Ja, do të votoj. Nuk di se si do të ishte rezultati nëse do të votoj, po nuk mendoj që ka qenë aty qëllimi, me bo bashkë qatë lojza lojës e taktizim politik. Spahiu, bëri përshtypje zoti Otmer Spahiu, dhe ministër. Kusha. Jo, nuk e kam kushej se ajo është... Nga Gjilani. Nga Gjilani, Kamenica, po më dojë, po... Thjesht po, një fatë mirën, po më dojë, ka qenë edhe... Ka morë pjesë në ato debatat që kam organizu une, dhe është djali këthjalt. Po më dojë, mirë është, po më dojë që a i tenton gjithmonë me sjellë dhe risi dhe me marë njerëz, të më thonë edhe ata që janë aktivist të partisë me i bo për veti duke ju ofru postet ministroreve, që mendoj që kjo është e padrejt ndaj aktivistave. Për shembull, s'kisha pretendu me konë minister, kur nësë kam asë një ditë në vetëvendosje, në ndërkohë dikush aty ka thuj kom të nga për vetëvendosjen. Pavarësisht aftësive profesionale e tjere. Kështu që, por kjo është vendimi i Albin Kurtit, edhe mendoj që nuk është veç kjo, për shembull, është Andin Hoti, është Artone Rizvanolli, janë, dhe më thonë, Lulzon Jakxhiu. Lulzoni është po ashtu një djali kthjellët, unë e njoh ata që kur ka qenë nxënës, e ka udhëhequr në garat federative në Jugosllavi për matematikë. Ka qenë nxënës, po më dojë që ka fitu vendin e parë matematikë në Kosovë, në një kohë. Kështu që po më dojë nuk kam vrejtjen në ta si persona, si njerëz. Liku mundet mos me ditë, po Lulzon Jakxhiu, përveç që është ekspert i IT-s, është një prej ati grupit liderve studentorë të viteve të 90-ta dhe shok i afërt me Albinin prej asaj kohë. Pa ka qenë aktivist i vetëvendosje, apo jo? Ka qenë aktivist i Kanit, që Kani më ndërë shëndru në vetëvendosje, ka bashkëpunu në vazhdimësi me vetëvendosjen, po jo në atë kuptimin e aktivizmit, pra si disa tjerë prej nesh, ashtu ato ballafaqimet me policinë tjera. Dhe ke përbërë qeveritarë natërisht nuk u votua, por zoti Kurti tha që mund të ketë 2 palë zgjedhje në ditor, rrjedhimisht i bie edhe vitin e ardhshëm këtë çështja e presidentit. Është një thirrje ta quaj kushtimisht ogurzi për 2 palë zgjedhje. Pse? Unë i bëj thirrje edhe kryeministrit, edhe Memli Krasinqet, edhe Lumir Abdiqikut, edhe
Ramush Haradinajt edhe Fatmir Limajt të shfrytëzojnë të parlament që është konstituar tani, edhe në procedurat shkurtuara të dakordohen, të ndryshojnë kushtetutën dhe të bojnë që presidenti mos zgjedhë në mënyrë direkte. Dhe kjo e listën serbe për ata. Edhe që kjo i mundson po dhe besoj dhe për listën serbe për minoritetet kish me qenë mirë se kur ka kandidat për president. Po thotë që mund të... Zoti Spajo, po thua... Spajo. Edhe në mjediset sërbe... Zoti Spajo, po thua që mund të merren vesh për çështjen e presidentit, kur as për qeverinë jo? Po, shikota morën vesh që me ndru kushtetutën, e pastaj garë... Duan edhe votat e listës serbe? Nuk mujmë na me paragjyku kush ka mos zgjedh president. Dalin garë gjithmonë me dyre, unë prodhohet një president edhe nuk kemi krizë. Kryesërisht me pas krizë, çaj që fiton votat, votuesve të popullit, le të bëhet president, u kry muhabeti. Kanë mundësi më bëhet, sepse na gjithmonë kemi pas kriza, kurdo që të vjen puna e zgjedhjes presidentit, sepse është e pamundun me bëhet 2/3 parlament për me zgjedhë një njeri që është konsensual, një shoqëri kaq të fragmentuar, kraq të... Por Kosova asnjëherë s'ka shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të çështjes së presidentit. Po nuk ka shku sepse e ke pas ambasadorin Amerikan, tash se ki, i cili ka nejtë të krytë edhe ja ka rejtë që kiqen, edhe ka po. Tash... Zede kanë shkuar për mos formim të qeverisë, por jo... Shiko, tash në qofë se deri në mars nuk aprovohet buxheti, punojnësit civil mesin pa poga. 80.000 punojnës civil në administrat, mësusa, polec, ushtar, mesin pa mor rroga. Shteti vuhet në kolaps. Kush është fajtor për këtë? Fajtor për këtë është klasa politike dhe të gjithë ta të cilët nuk po merren vesh që me zgjedhje një problem i cili pe çon shoqërinë në krizë. Kush më shumë, kush më pak? Se unë nuk pesho asnjënën për shkak se ti kisha pa një lider që tash e thotë hajde vllazën po merrem vesh ta ndryshojmë kushtetutën, ta bëjmë që zgjedhja e presidentit mu bë në mënyrë direkte, kisha me pa që çaj njeri po kontribuon në zgjidhjen e krizës. Mirë po unë nuk pesho asnjë akter. Nëse ka në organizat politike që e ka tregu pakënaqësinë e vet me kushtetutën edhe mangësitë e saj, ka qenë lëvizja vetëvendosje gjatë gjithë kohës, ma herët ka qenë ma e zëshme se sa tash, por pakënaqësitë mbeten edhe me të aspiratët që në një të ardhme ta kemi një kushtetut që i akomodon ma shumë interesat e popullit që jeton në Kosovë, që e dim shumica në shqiptarë. Një mënyrë për me rregullë, kish me qenë kjo që... Por nuk bën me hop thejsin për shumë sene, sepse me hop për thejnë, do më thonë mësë me zgjidha si sene. Tani kemë qeshin më akute për ndoj punën e presidentit. Qeshin më akute është formimi i qeverisë re fillimisht. Ka kohë për presidentin. Deri në shkurt. Ka kohë për çështjen e presidentit. Po kur të vjen puna në shkurt, na mesin pa parlament. Po të kishte qeveri më të gjerë, nuk do të ishte fare problem. Po të kishte qeveri, shiko, edhe po t'i kemë edhe thash 2/3 në konsenzus mes 2/3-ave, domethënë 80 deputet që janë për mu zgjedh për një president caktuar, edhe ky problem zgjidhet. Po problemi është që na nuk i kemi edhe nuk do të një shoqëri konfliktuale çfarë jemi ne, nuk mundem me prit që ka me pas një konsenzus çaq gjon që dikush më zgjedh president e ka me pas 2/3 e parlamentit mas vete. Edhe duke ditur këtë punë, atëherë ish dasht që me vakt me nejt gati edhe mos me pas më krizat të tilla. Jemi në 2 minutën e fundit, zotë Vogre, zotë Spajo. Dua të flasim për 2 rekordet e zotit Kurti. Pari kryeministër që ka mandatin deri në fund dhe i pari mandatar që nuk arrin të bëhet kryeministër në herën e parë. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës duhet vëdisohen që mos të lejojnë kaq shumë pushtet partive cilat preferojnë më kthy në atë vjetrën, pra me bashkëpunu me eksponent regjimit Beogradit që hapta se luftojnë shtetin e Kosovës, dhe të hezitojnë të respektojnë vullnetin e shumicës ose numrit më të madh të qytetarëve të Kosovës, cilët janë deklaruar se mbështesin një parti politike, pra lëvizjen vetëvendosje, si përfaqësuese interesave të
pjesës shqiptare të popullit Kosovës. Derisa mos të ndodhë kë ndryshim cilësor në gjykimin politik, do të kemi kriza edhe sikur kjo edhe ndoshta edhe kriza tjera, dhe do të mendu edhe diçka tjetër. E pa të ndërmend të thëma herët, një mënyrë qysh me e zgjidh që mos më përsërit kjo problem, është ai që propozon profesori, por një mënyrë tjetër do të kishte qenë që ato vendet e rezervuara për komunitetin serb të mos lejojmë që të mirën në vazhdimësi prej veç një entiteti politik, dhe kjo ka mundësi të bëhet pa e cënu procesin demokratik. Kemi pas mundësin, më thamë edhe gjatë qeverisës Kurti D, që ti ndihmojmë ma shumë serb të cilët janë të pakënaqur dhe jo konformist kundrejt listës serbe. Kemi hap mundësin pra për me lind demokracia tek serbët, por është dash me ushqim ma tepër që mandej mos kemi kurzime edhe kësi situata si kur tash që i patëm kuvend dhe do kemi për president. Spajo, për fund, 2 rekordet e zotit Kurti, që mandatin deri në fund si kryeministër dhe nuk arrin të bëhet kryeministër si mandatar për herë të parë. Pritshme, që... Pritshme. Dhe 2 jatë. Po, nëse bën një rekord të pritshme me nëzorën edhe rekordin tjetër. Rekordi i zi-dyt, ja? Po sigurisht të thënë, po këtash e shohim, sa ka pas, sa ka luajtur politikë të mençur apo të gabume, do të na tregojë rezultati i zgjedhjeve të ardhshme. I falenderoj që të dyve për pjesëmarrjen në këtë diskutim, zoti Zbahiu. Po ashtu zoti Vokër. Faleminderit. Të nderuar shikues të emisionit këtë edicion, bashkimi sërish nesër, natën e mirë e mirëmbëjtshit.